që ta mbani me nga unë se 90% e bletarëve nuk I kam gjuar asnjëherë me thënë fakt këtë, se e quajnë sekret shumica prej tyre, se mbretreshave që janë më të vjetra do t'i japësh hapësirë më shpejt, më shumë. Do ta lësh gjithmonë të ketë hapësirë më shumë, se nëse e le shumë të ngushtohet, ti je I sigurt 100% se ajo do të rrisi. Vazhdo me bën çibuk, se shumë herë për jush, thoni pse më ka bë çibuk, sepse ajo është me 5 korniza. Ajo bën çibuk, se sidomos kur është mbretëreshe vjetër ose nuk është dhaj shumë cilësore, mase e bëjnë për zvendësim, por kur e din që e ke mbretëresh vjetër, tek 2 vite e gjys 3 vite, atëherë duhet japësh hapësirë më shumë, më shpejt. Tu ndodhemi në Durrës, se unë nuk po I shoh dot komentet se janë larg, se di a keni postuar apo jo. Ja dhe pjellja tjetër. Se që shihet komplet pjesa edhe kurora lart e ka mbush me pjellje deri këtu. Këtu mbrapa është pjellja me mjalt. E njëjta është edhe këtej. Shpresoj që të shihet. Edhe pse është mbretëresh 3 vjeçare, shikoj se çfarë pjellje ka bë. Por kjo është arsyeja pse unë ju lej më shumë korniza disa bletëve, se disa nga ju I kapni këto detaje që unë a them, po më vonë do t'i kuptoni këto se nëse kam pas të drejtë apo jo, ja dhe kjo, me pjellje edhe mbretëresha është këtu. Komplet me pjellje. Kjo ishte korniza e 4 mos ka bëj me pjellje. Është diku tek 70% e kornizës me pjellje. Shumë bletarë në moment që shikojnë se ka pjellje dhe shumë korniza, një kornizë të mesit mund ta kthejmë këtë krahun kështu. Që ta konsumoj edhe mjaltin këtej dhe këtej dhe të vazhdoj pjellje, po unë këtë rast nuk doja bëj këtë. Këtë mund t'ja bëjmë më vonë, mas një javë dhe mas 2 javë. Po ju jap informacione më shumë, që t'i keni parasysh tek zona ku ndodheni. Edhe kjo është me pjellje. Shikoj, ka dalë ka shtu dhe këtu pjellje. Nga të dyja anët. Tani sapo ja ka nisë dhe këtu me pjellje. Jo sapo ja ka nisë, po këtu ja ka nisë, sepse këtu është vullos, po e ka zgjeru pjelljen ka ardhur deri këtu. E ka mbush me vezë ditore. Nuk ka dhaq shumë ushqim, si shihet kurorat janë bosh tek disa, vetëm ka pak mjalt I vullosur. Kështu që prandaj I kanë vendos bukë, sepse shurup nuk ju hedh. Po ju hedha do të jetë nga mesi I marsit, pasi të jetë gjendja më stabile temperatura gjatë natës. Kjo është me ushqim edhe me polen. Edhe kjo ka pak ushqim. Atëherë këtu kemi edhe një herë t'i shohim, sepse do dalë tani dhe mund të futen pak më vonë prap live, që të shohim në një bletë tjetër, po për momentin thjesht do bëja një kontroll. Këtu atëherë kemi një pjellje. Dy pjellje. Këtu kemi pjellje ditore më shumti. Këtu kemi 3 pjellje, besoj se duket qartë. Mashallah, ka bërë një pjellje shumë të mirë dhe pse mbretëreshe e vjetër. 4 pjellje, besoj se duket. E këtu nuk e dija e pam. 4 pjellje edhe këtu në mes sapo ja ka nisë. Besoj se duket. Edhe këtu, mashallah. Këtu ka bërë një rreth vogël, nuk e di sa mund arrijnë ta shihni, po këtu kur vazhdon e pastron, aty ka vazhduar me hedh vezë në mes. Se mos dalin më shumë spohet. Deri këtu kemi 5 pjellje. Çfarë do t'i bëjmë kësaj? T'i japim me kornizë? Jo, për momentin nuk ka nevojë, sepse unë I kam lënë korniza, I ka 2 këtej dhe 2 këtej. Kështu që dhe këtë javë nuk do e bezdisjen, vetëm thjesht do I vendosin bukë. Shurup, siç u thash, nëse temperaturat gjatë natës nuk janë 10 gradë, janë vazhdimisht, jo një ditë 10 gradë, një ditë më pak, një ditë më shumë, sepse mund kemë probleme me nozemën. Unë kështu veproj. Dhe s'kam pas probleme dhe këtë vit nuk do e bëj fare për nozemën, nuk ma një hiq.
secili le ta bëje siç ta shohet arsyeshme ose siç e din, sepse mund të ketë zona që mund të kenë probleme në zemër, por unë besoj se po të dish të veprosh, ti menaxhosh bletët, nuk mund të kesh asnjë problem, as me në zemën, as me varrohen. Kështu që po marr një bukë t'ja vendosim. Edhe kjo për tek unë ta kontrolloj prapë, unë këtë javë nuk ka nevojë me kontrollu më, sepse hapësirë ka, ushqim po i vendos, plus që po mbledhin dhe diçka jashtë, sepse po sillin nga jashtë, po mos sillnin jashtë, nuk besoj se do arrijnë me bërë këtë tjetër. Po siç kam treguar shumë herë nëpër video, shikoni se çfarë poleni sillin, këto atëherë kishin marrë volumin më të mirë. Atëherë besoj se ju dhash një informacion shumë të vlefshëm, se shumë nga ju nëse nuk e dini, po disa nga ju dhe mbasa e kanë dëgjuar, që mbretreshave të vjetra duhet m'ju dhënë hapësirë pak më shumë. Jo me ju vendos korniza me për pjellje, këtë mos e ngatroni. Thjesht jepi pak më shumë. Pastaj moment që e shikon se vazhdon e plotson kornizën cep me pjellje, atëherë ja afroni kornizën. Tani për momentin kjo i ka vetëm përpara me pjellje, nuk i ka mbush kornizat cep. Po gjithsesi këtë bletën dua t'rregoj prapë edhe nëpër live tjera ose nëpër video tjera, që ta shohim bashkë si ta menaxhojmë që mos na rrojisin. Ose mos të lëshoj, ose si i thoni se shumë nga ne i themi emrat tjerë dhe disa nuk më kuptojnë duket. Kështu që bëni një koment aty derisa unë ta mbyll këtë. Qa mundem ju këtina i përgjigje, po gjithsesi do jem prapë mas orës 12:30 do jem prapë live. Edhe t'ua tregoj një blet tjetër. Po këte u desh që t'ua hapja pasi duke e ditë se kjo është një nga këto mbretëreshat e vjetra që unë e kam majt. Dhe kjo është, jo nga që është e vjetër e kam majt, po këte kam majt sepse kjo është njëra nga ato mbretëreshat që nuk përmbajnë shumë varroa. Edhe këto qese që unë ja kam lënë kështu, këto ja lënë nga një thjesht për t'i mbajt pak ma ngrohtë. Po nuk është se e kam bloku, se si shihet ka hapësirë, se po ta bllokosh komplet, mund të bëje lagështirë, mund të ketë lagështirë ose brenda kornizës. Që po e mbyll ta shohim nëse keni bënë një koment ose do të ngjojeni më vonë.